salatu wassalam ala rasulillah. Allah në falendrojmë. Salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Respekt për prindrit, respekt për të vdekurit. Ky është titulli i temës tonë në këtë natë të bekuar Ramazani. Të nderuar vëllezër, ata që kanë vdek nga akrabat tanë, cilët janë bërë sebeb mas pari na marrën këtë dunja, pastaj me vujtjet, hjekit e tyne, ose në mënyrë direkte ose indirekte, na kanë kriju një pasoni, na kanë dhënë një edukim me mundësijat e veta. E tash ata kanë shku te Zoti i vet, e na kret kemi me shku te Zoti. Nuk është e hishme na mi harru ata nga duat tona. Respekt për të vdekurit. Sa baba, sa gjyshi, sa nana, gjyshja. E kanë lënë vetën keq, pa buke, pa ujë. Kanë hongër buke lëng, e me mbledh një pare, e me të shkollu, e me të ablen një tokë, e me të nres një shpije, e me të martue, ku e di qka. Nuk është e hishme prej neve që me i harru, për derisa na jemi hala gjallë. Nuk guxojmë na mi harru nga duat tona. Aman. Respekt prindërve që janë gjallë, edhe respekt atyne që kanë vdek. Ata që kanë vdek, jënë mshel librat e tyne. E kanë një derë qelë, ajo është duaja e pasarësit e evladit. Edhe një gjopë ju thamë, nëse dëni me ditë sa kanë më lut evlat të juj për juve, këqyre ti sa lut është për pararës të tu. Nuk është e rëndësishme kush o konë sërgjyshyt, katërgjyshyt, a ma është mena, se ma është mena, e din historinë e se din. Ti është e rëndësishme si evlat pasarë si ti, mja bon një shërbim, një hizmet. A ti në varën e vetë. Duke u sjellë të mirë me dua për ta, ose për ta, ti vetë që ka zënë vetën, ka që Allahit me e që urnën e Zotit vend, i cili ka thonë, besimtarët lutën, duke thonë, o Allah, më shiroj ata. Me bo dua, më shiru Zotit. Me futë edhe gëzim në zemrat e prindërve nëse i kemi gjallë. Sa të mojmë. Nuk është, me mendu dikush që detyrimisht pa tjetër mi dhanë shumë pare babës e nanës, ose shumë sadak, gjyshit dhe gjyshës. Nuk është pa tjetër. Po pa tjetër është ti me kujtu, mos me harru. Me kujtu edhe mos me harru. Andaj, një prej duave që ne ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, kur falmi në fund namazit 5 herë në ditë, në farze, në sunete, në nafile. Është duaja Allahumma gfirli, wali walidayya, walil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, më fal mua, fali prindërit e mi, fali gjithë muslimat, ditën kur kemi me dhonë llogari para Allahit. Ditën kur japim llogari para Allahit, fali. Kjo është ajet kuranore dhe. Allahu azza jalla ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wasalam me u lut me këtë dua namaz. Edhe pse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar këtë dua për fat keq ai vet nuk ka mujt me praktiku, e ka lexuar edhe ai, por prindët e tij nuk kanë vdekur si besimtar. Pashtu Ibrahimi alayhis salam ju ka lutur Allahu xhalla shanuhu për babën e vet. Ju ka lutur shumë se e ka premtu babës. Ka më lutë për ty, edhe përsa ka pas adhurues të idhujve. Baba e vet, Azeri, kanë req idhuj, puta, me gure, me dru. Kanë req. Por, prap, Ibrahimi shumë e ka thirë babën e vet në fe, a i shumë e ka kundërshtu. Prap nuk ka i këdorë për ti, se astaghfiru leke rabbi innehu kana bi hafija. Ka thonë, ka më lutë për ty o babë të Zoti, me kërku falje. Deri sa qatë shumë është lutë, deri sa Allah ja ka ndalu.
nuk takon, ka thonë mu lutë për të se ka vdek në kufër, në mosbesim. Edhe e ka ndalu. E ka ndalu me bo dua. Andaj, respektoni sa të keni mundësi, maksimum. Edhe nëse nuk pëlqen një vendimi tyne, mos e puna. Po nuk është pa tjetër mu përla me ta. Ka dalim. Me thonë, jo bab, nuk më me bo këta. Jo bab, nuk ban me bo këta. Jo, zban. Ka dalim edhe mi thonë, s'po t'vjen mare. Zoti ta bëft kështu, ta bëft ashtu. Zban mi thonë prindit. Ja ka zënë dispozitën me të mirë, edhe e lënë. Nëse do me ngu mirë, nëse jo, ti e ke kry obligimin. Në gjuhën arabe, shprehja ma e vogël që i thuhet dikuj në shaj pak knatësie, shprehja është uf. Shkronja ma e lehtë prej shkronjave gjuhës arabe, o shkronja f, ma e lehta për shqiptim. E uf është një simbol që të regon pak knatësi, nuk është fjalë fare, është veç një tingull. Ma i lehtë në gjuhën arabe, s'ka tingull ma të lehtë, por për në kuptim negativ. Uf. Allah Azvel ka thonë, asë mos i thuj uf. Por, në ajet tjetër ka thonë, mos nga prind nëse ata qëtin me bo kufër, mos besim. E kur i bashkojmë këta dhe këta, edhe atër ata kur të mësojnë ty ka keqja, ti prapë duhet më të regu i edukuar me ta. Me u të regu i edukum me ta. Qka me bo? Mos më ofendu, mos me sha, po në anën tjetër mos me e qunë vën urnën e ti, mësimet e gabume. Pra, du të më konë shumë largpamës i menqër, i ditur, du të më konë një mesatare me dit me gjetë, edhe quhet në shariat, me i njof dispozitat me dit se cilën sen me vu në vendin e vetë, i urtë, i menqër. Kënina, mos me ngu babën edhe nanën, kur thot me bo kufër, me pi raki, e me lon namazin, e me prish namazin, e me prish agjërimin, mos me ngu. Po në anën tjetër, edhe pse se ke ngu, mos me i dhnu. Mi thonë me të mirë, ja, bab, zban, Allah i drejtoft, Allah i të zoft, Allah i qoft ka khejri, aman, bab, që kjo nuk banë, o bab. Kërë Ibrahimi a.s. Krete etët kuranore që përmanë në Kuran, kër e ka këshilu babën e vetë, edhe pse baba ka kundërshtuar, qëka si ka thonë? I ka thonë, ja e beti. Ka mas Ibrahimi me fjanën, ja e beti. E që i bjen, o baba im, në shenjë respekti, o babush. Pa ka shumë na kështu, kur dojmë prindin me shprejni një lastim. Se dhe prindje e lasdran fëmin me në shpreje, që ashtu edhe fëmija e lasdran prindin, dhe ma në shenjë respekti, o babush, o baba e maj miri. Kështu Ibrahimi a.s. i ka thonë babës vetë, a i thuj ke bën kufër, këj thuj ke o babush, zban me bo kufër, o baba e maj miri. E kuptan? Jo me ngu, mës, se ka ras, kanarën e kanë thonë i vogë, po thot nana, a du të me ngu nanën? Po. A unë gjenetit të kom të nanës? Po. E unë e po të thamë, mësë falë. S'ki qare pa mgu. O që, apër në me mësë mu falë të asha? Jo. Ti s'po din me ba? Dalimin. Kur du të me ngu, kur s'du të me ngu. Nana, baba, agja, kusherini, mësusi, profesori, hoxha. Ngohet, kur pejgamberi s.a.s. ka thonë, respekti, ndëgjimi, është në diçka të hajrit. Nuk është ndëgjimi në diçka të sherrit. Mos u fal, mos u lut. Mos adhuro Zotin. Pi rakin, jo kjo. Në këtë muaj të dashur vëllezër, është muaji i rahmetit. Jepni sadak. Kur të lexoni Kur'an, bëni dua edhe për të vdeknit e juaj. Kur të jepni sadak, bëni dua edhe për vdeknit e juaj. Mos e komplikoni për shkak të pyetjeve që po vijnë shumë në rrjetet sociale. Një këshill për e jap. Mos e komplikoni sadakan leximin e Kuranit. Qysh? Qot, hoxha ku mban jetë për babën me bani hatme, ka gjysa Kuranit,
mu ka kujtu pëse s'pe bëjë për nonën. Am prishë tash nëse janë nisi dhe për nonën me bën jetë. O vlla, oj motër. Sa be komplikon. Lexoj be Kur'anin kret lexoj. Në fund Kur'ani kur ta kryn, bën për kret dua, për babe, për nonë, për agje, për migje, për kushëri, për hallë, për teze, për babloke, stërgjyshi, për kret bën dua. Allah I ka boll me miliona kise vape, 3 milione më shumë. Një lexim Kur'anit ka 10, çdo shkruan ka 10 sevape. Nëse veç ka 10 jep Zoti, mas pakti ka 10, e 700, edhe pa kufi dikuj. Sadakun o gjë, a bën me thonë, një sadak për njonën, një për babën, një jetën, s'ki nevoj kështu me kompliku. A I ki 5 euro, I ki veç 5 euro, o zot. Sadak për shpirt babës, e të nanës, e gjyshit, e stërgjyshit, ka ballë be Zoti. S'do me thonë, se na këtë që kuptojmë 5 euro, pala pju del ball atje, pa ta s'kan mongër me qatë 5 euro drejk atje në gjenet, s'pju del ball. Mi do ka 30 cent. Nuk kuptohet kështu. E kupton? Ta shtje që babës se mja qua nonës ju del të amanët. Jo kështu. Ti qënë 5 euro të Allah sa 5 milion euro. Nëse ojë sinqert, nëse qënë me ven, nëse qënë ku duhet. S'ka nevoj. Jep për kret, bëndua për kret. Edhe thashe, po e përsëris. A ka një koha. Sa jepni ju sadak për t'jujt, sa bani doa ju për t'jujt, për prindë qa që kanë me bo e vlat, ose ma keq ose ma mirë. Nëse lut nu, edhe ta kanë me lut t'jujt. Nëse s'lut nu, I keni arru prind e juj, edhe t'gjysht e juj. Valla kanë mi arru edhe fmit e juve. E ta shtjat, 4 gjyshin tonë, e emnin ban ki s'ja din. Mëse arën doa. Se ban ki në trullin ku jetë urnu ti, e ku jetë e gëzu ti, aje ka ble, me vështirësit e veta. Mos I harroni të partë e juj. Ja dini apo se ja dini emnin. O konë gjunaqar, se konë gjunaqar, bën dua. Si të konë jo musliman, Allah s'ka me ta bo kabul duan, se Allah I qafirat nuk I qanë gjenet. Ama nëse konë musliman, e pëse si e tja ditë emnin biografinë, historinë, bën me dua se pa parash me ba. Allah në mundësot mos me harru prind, edhe para arsit ta në lutjet tona në këtë muajt Ramazanit, po ashtu edhe jashtë ati. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.